doni njerëz të dashur të bukur, do bëjmë të bushura. Speca të mbushur me oriz. Gati. Këtu po skuq qepën edhe kam hedhur edhe një dy preshun. Unë i hedh edhe një kungull. Edhe do hedh edhe gjysmë speci. Do hedhim orizin, unë hedh një gotë gjysmë se na pëlqen jo vetëm brenda në speca, por edhe ta hedh ashtu në tepsi. E trazojmë. Do t'i hedh pak salcë. Salcën kuptohet e kemi nga mami. Edhe tani do t'i hedhim një çikë krip, piper të zi, piper të kuq, të ëmbël kuptohet. Orizi e pi ujin, është gati dhe unë tani do t'i hedh edhe një çik mish të grirë brenda. Jo tani masaria. Bën në zhurmë në burë ki po la nenët nga pasë. Se nxitohet që të la jenët shpejt e shpejt se do që të dalin për kafe dhe ndaja. Po më ndihmon heku kuat. Do t'i mbush në speca të kuq. Piperies florini si e quajnë. Farë to peta të rritës skupidja. Piperies florini si e quajnë. Unë i kam nga kopshti dhe i mbaj në të ngrirjes. Ja si kam pashtruar edhe u vë dhe kapakun. Do t'i mbushim. Edhe orizi që do ngellit do t'a hedhim ashtu në tepsi. Se na pëlqen shumë kur ngellet ashtu. Mbusha specat janë gati. Tani do hedh orizin që mbeti, që është shumë se na pëlqen në tepsi. Unë nuk i hedh brënd, nuk bush edhe domate, se nuk na pëlqen asnjëri domate. Si që thashë, unë i hedh edhe pak djozmo. Djozmo super në shqip. Po djozmo, djozmo. Në gjik, nuk e përse tjetë në gjik, po e nejse. Edhe po s'ka gjitha nejse, më pëlqen shumë era. E djozmo, se edhe do t'ja hedh tani, për mbi të, edhe do të trazoj pak me lugë. Po tani shërbejnë. Mendje, do t'i hedhim tani shikasani, që doli sa mirë moj, sa e shishme do jetë kjo. E prova orizin, sa do që nuk është të izjerë mirë, është shumë i shishëm. Edhe mish i griri jep një shije shumë të veçantë. Do t'i hedh ujë, pak si shumë se më pëlqen që të ngelet një çik me lëk në fund. Edhe do t'i hedhim edhe pak vaj për mbi të që të marrin edhe specat. Mbushurat janë gati. Shikoni sa të mira që u bënë. Dali t'i provoj edhe një çik, tu them të vërtetën, ja lash djalë ti të biste se unë kisha punë, duhet ikja.